Rikthehemi tashmë në studion e Radio Dukaxhinit me emisionin Sportfolio. Dy mysafirët e mi janë kapiteni i skuadrës së FC Drenicës në futsal Behar Selmanaj. Faleminderit shumë Behar. Faleminderit për ftesën. Edhe trajneri i skuadrës Xhamal Beqiri, faleminderit shumë që sonte me neve. Pyetja e parë, kallëzomni çyshin e ni për çet trofe që u prit gjatë në historinë e klubit. Ndoshta po nisna me kapitenin mas pari, pastaj emocionet e trajnerit. Emocionet janë shumë mëdha, na këtë trofe kena prit me vite. Unë jam parafërsisht që 10 vjet futsal, përjashtimisht një 2 vjet që kam pas Drenicë, prej që jam hinë domosdoshmë Super League me Drenicën, e kam fitu titullin Ligë të parë atëherë, kam ndru me fitu titullin e kampionit Super League, u zhdosht shumë vite, shumë punë, po ma në fund ja arritëm, e kena bo një punë shumë të madhe, se ka qenë shumë e zëshme, rrugtimi gjatë. Në anën tonë të trajner, përpos emocioneve ti ke qenë shumë afër që në sezonin e parë me kap trofeun, por ja që doli në të dytin. E rëndësishme është përpjekja, edhe ajo që kena kallëzu si ekip, si skuadër ndër vite. Drenica prej organizimit për titull ka një ekip se çdo vit ka është përmirësu, edhe çdo vit e ka kërku titullin duke arrit nivelin. Po është vërtet vitin e kaluar me shumë ofert për trofe, pasi arritëm të ndeshjen e tretë dhe përmes penaltive edhe humbëm, po ky vit që prej fillimit e kem nis me përkushtim të jashtëzakonshëm me punë, me disiplinë që është shumë e rëndësishme, edhe me një mentalitet që na ka prodhuar këtë mentalitet fitues, edhe karakteri lojtarëve. Edhe ndodhi edhe titulli edhe e kurrizum titullin kampion për sezonit që ke jashtëzakonshëm për shkak se ata rrugtimi ka jashtëzakonshëm. Kem skuadra në Superligën e Kosovës, kampionat nuk e kem asnjë humbje. Domethënë, kena përfunduar komplet kampionatin pas një humbje, e kena përfunduar play-offin 100% me të gjitha fiturat, domethënë për shkak se edhe gjysmëfinalin edhe finalin e kena përfunduar me të gjitha fiturat dhe u koni një sukses i meritum. Është nisan jashtëzakonshëm kur arrihet, sidomos këto arritjet kur bëhet ose kur arritet trofeu për herë të parë, emrat e njerëzve që arrin ato është e rëndësishme që mbesin në historinë e klubit. Sa është e rëndësishme edhe në aspektin personal Behar, po edhe në aspektin ekipor, arritja e një suksesi të tillë. Është hera e parë për skuadrën e Drenicës që ngrit trofeun e Superligës. Unë çuçi thash edhe më herët për vetë, personalisht, prej që kam hinë Super League, e kam prit këtë moment se kam pas çef këtë kontributi jam u kurorzu me titull. So është diçka e jashtëzakonshme me kon i pari që e bën trofeun. Në këtë rrugtim ka shumë njerëz që do të më falenderu prej krejt kohës, prej që klubi ekziston. Ndoshta mundem i hyjnë hak njerëzve që kanë kontribuar si menaxhem, si mbështetje, si lojtarëve që kanë qenë. Domthonë mundem i hyjnë hak se ndoshta s'mundem i përmend, ama ka pas shumë njerëz që kanë kontribuar deri në këtë moment. Po është normal në histori mbesin këta njerëz që kanë qenë në këtë sezon, lojtarët kanë qenë mrekullueshëm, si vendorët, po ashtu dhe lojtarët e huaj e kanë bërë maksimumin që Drenica për herë të parë më shpoll kampion. Jam shumë i lumtur që zbashku me trajnerin pindojnë këto momente që për neve kanë qenë shumë domethënëse, se na jena vetë tash në histori. Hera e parë trajner në histori, shkruhet për qytetin dhe rajonin, anej shkruhet me shkronjë aktorë kur fitohet titulli kampion. Faktikisht ta djem janë shumë e fat. Ta djem shumë e fat për shkak edhe tjehunës të këtij trofeju që kena dërguar në Skënderaj në qytetin tonë. E ceko dhe kapiteni, brezat tanë kanë kalu, kanë jap kontribut jashtëzakonshëm që duhet me falendëruar secilin se secili jo pjesë e rrugtimit historisë dhe pjesë e rrugtimit të këtij suksesi. Fatin e kanë pas dhe këta djem që janë kontë jashtëzakonshëm prej ditës të parë, që kanë jap një kontribut secili lojtar. Domethënë të fillu prej kapitenit deri te lojtari i fundit që kanë bënë një punë të jashtëzakonshme të shkëlqyeshme në çdo lojë, janë konë me karakter, me mentalitet fitues, edhe nuk kanë ndodhur rastësisht. Tu i falendëru lojtarët të vendor, tu i falendëru transferet ndërkombëtare, për shkak se sezonit parë kena pas transfere nga Kolombia këtë sezon edhe lojtarët nga Venezuela që i kanë ndihmuar ekipit për me sjell këtë trofe. Dhe në këtë moment për shkak se jena te pjesa të llogarit lojtarët dhe stafin teknik, e falenderoj këtë sezon edhe si më thon krojnë tam djathtë një që na kanë ofruar dhe na kanë ndihmuar shumë te aspekti teknik, është braziliani Daniel Maurinho de Souza,
që kom pos pjesë shtabi teknik edhe e ka prunë një frym shumë të mirë në ekipë, na kanë ndihmu për me ecë, na ka bë punën më atlet edhe mu, si për shkak se çdo njeri duhet me investu te pikat kyçe se është stafi teknik për shkak se më dol më profesional, edhe mos më alon rastit edhe hapësia që mundet me ti, kështu që Donin e përshëndes prej këto e ka bënë një punë të mirë Doni. Një detaj që më bëni interesant për shembull se sa shumë e dojnë njerëzit futsalin në Skënderaj, këtë ndeshje e parë finale, edhe njëri prej meçve të Facebookut ma dërgoi një screenshot të një bashkëdhetari ku i kishte dërguar 500 euro për me ble biletën si në formë kontributi për klubin. Energjia është e jashtëzakonshme. Tash se di kush u kon prezent në palestër ose kush do që ka po prej mediumeve, televizioneve dhe kanaleve të tjera, energjia është e jashtëzakonshme. Nëse jena të fol për qytetin tonë, për qytetin e Skënderajt, momentin kur nëse na kena një derbi ose një lojë shumë të rëndësishme në fundjavë, zakonisht luhen prej të Honës deri Dillën në për, më thon kështu, kafeteritë dhe në për qendrat e qytetit fulet për çat lojë. Fulet për futsal. Domethënë keni një mobilizim të jashtëzakonshëm, njerëzit vullneti të mirë, mundohen me ndajt ofert e ekipit për shkak se e shohin edhe këtë adrenalinë dhe këtë atmosferë që është e rrollë. Domethënë na ishim prezent edhe prom që po në përkrojë të jashtëzakonshme prej qytetarëve të Skënderajt në pallatin e Rinis, prej një organizim të jashtëzakonshëm, tifo grupi Shqipunet e Zeza që e bënin një performancë të jashtëzakonshme. Domethënë kur jena të fulte aspekti i përkrojës njerëzve ishte një përkroje e jashtëzakonshme prej secilit, do e nis edhe prej ndeshjes të parë në palestrën tonë Las Kudra që ishte stërmbushur, domethënë kishim njerëz që ishin jashtë solle, që më vje keq për ty në për dëshirës të flakt për me një sollë që nuk kishim mundësi me ofru kapacitete, po që ishte dëshira me modhe. Po nuk të me arru një fakt se rrugtimi deri këtu është rrugtim që njerëzit e kanë mojtë mbi supe këtë sukses për me orë. Do më thonë që si janë dërzu të ankuan. Edhe Trenisa Futsal është të themeluar prej vitit 2001. Edhe jena në të full të vitin 2026, që e këna sjell trofeun. Në këtë rast me lejo që me falenderu presidentin Hande Shaboni, që ka bënë një punë të jashtëzakonshme me mundësitë e veta, domethënë vetanoke që e ka sjell këtë sukses. Padyshim, jashtëzakonisht na kanë ajtë ofër si te pjesa e infrastrukturës edhe te pjesa financiare, komuna Skënderajt që i përshëndes, por edhe këtë vet kisha dashur me i përshëndet për krahasit financiar të klubit që i ka ndihmu klubit, secili ka një kontribut të jashtëzakonshëm, veçanërisht është kompania Reci me drejtorin e kompanisë Haxhi Reci që ka qenë kroj djatë i Hamdis dhe u konë një ndihmë shumë e madhe klubit që na ka bërë shumë në ngritjen profesionale dhe që ka ardhur kjo trofej shkoku edhe i mobilizimit të sponsorave i njerëzve të Skënderajt që na kanë ndihmu edhe besoj që ja na shpërbimunin. Absolutisht po, në fund trofeut e vani. 2 fjalë kapiten për Hamdi Shabanin. Unë kisha dashur më lidh edhe në këtë pikë për Hamdin, kur e tham që Hamdisi ka ndihmu shumë njerëz si vjet si Rosti që përmendet me 500 euro ai tifozë jonë. Unë mendoj që nuk është shumë e zgjashme mi ndihmu Hamdis se krejt e din çka ka bëj. Mullon ai në farfur me kalon familjen e vet, ndoshta keq, për me mojë që të klub gjallë edhe me pru qit nivel, edhe besoj që njerëzit ja kanë vlerësu edhe bilim në këtë vet e kanë mbështet maksimum të e ditë për sakrificën që ka bë Hamdia, që është e jashtëzakonshme edhe mendoj që rroll kush mënet me përsërit ato që ka bëj. Në detaj ka shumë interesant kur i ka pyet nona vet për të ardhurat edhe investimet në klub, më bëni shumë përshtypje zemërgjërsia e tij edhe dashuria e tij për klubin, kur i ka thonë në rregull jemi nëse kemi me hongër edhe me kry obligimet tona. Hamdia gjithmonë i ka përmend këto detaje që veç domthonë mjafton me pos me hongër me pi, klubi do të më ekzistu, thekë edhe veç buk me pos me hongër klubi nuk shuhet. Sa të është Hamdia të Drenica nuk është në rrezik në farforme, amo se vetë jena shumë të kënaqur që edhe njerëzit kanë fillu, domthonë e kanë kuptuar totalisht se Hamdia e meriton me përkrah. Të falenderoj tash edhe unë për përmendje Haxhin, të falenderoj edhe shumë donatorët në Skënderaj që është Alfredi. Tash mundam ju hin hak njerëzve që s'pi përmendni me ran, po ka edhe shumë firma me emën që kanë filluar. Po e din ata për kanë po fol. Po për kanë po flasëm, s'du me harru kërkan, po këta njerëz meritojnë respekt se Hamdis si vetë ja kanë bërë punën më të lehtë. Hamdia
e ko sakrificën që 25 vite. Po këta njerëz e kanë kuptuar që me sinqeritetin e tij, edhe me krejt ato që ka jap, pa pos asnjë lloj përfitimi, e kanë vendosur me ndihmu, na ja kena shpërbly në atë formën tjetër, po na ja kena pas shumë më të lehtë se po do të punë madhe, po do të shpenzime, po do të sane, domethënë krejtu janë si rrugtim një pas një. Edhe njëri te pjesa administrative, te pjesa personale, e kena drejtorin ekzekutiv, që do të më përmendë përshëndet Taulan Kadriu, që ai është prej rrugtimeve të para në klub edhe bën një punë të jashtëzakonshme. Kështu që njerëzit që rrinë ofër dhe janë krah dhe janë besueshëm i Të kompletohet tani projekti. Po, që të aja farë pazallbohet. Se sporti besoj na mëson që nuk fitohet kur ti ke dëshirën, po është çështja e procesit. Mundesh me pas krejt, po diçka mungon që nuk arrin deri te trofeu në këtë rast. Mënyra që është ndërtuar ndër vite, na i tu fol domethënë tash është viti 4, para 4 viteve arritëm gjysmë finale, u eliminuam gjysmë finale. Pastaj vitin e ardhshëm u eliminuam prapë gjysmë finale në ndeshjen e tretë. Vitin e kaluam arritëm finale edhe humbëm pas 3 ndeshjeve në penallti, edhe këtë vit e finalizuam me 2 fituar një pas njësh me finalen edhe sillëm trofeun, domethënë është një punë, një rrugtim që u ndërtuçi me vite. Te ky 4 nishja e freksu behar prej rezultateve të mëhershme. Atë ka shku, kur e ke pa rezultatin, atë ka shku menja prej aty në ndeshjeve të mëhershme. Po thu kur jena kon të fitu 4-1. Po. Se na i kena pas 2 momente në Skënderaj. Jo te kjo kur i kon të fitu. Po shpjegoj, më mirë. Tash vetë kur na vitin e kaluar kena qenë në finalen e 2, domethënë jena kon të udhëheq me 1-0 me lojë, në finalen e 2 jena kon të fitu në Skënderaj 4-1, edhe kena humb titullin se na ka kthy lojën domethënë 0-1. Tash këtë vit na ndodhi që në Skënderaj kem të humb 4-1, edhe na e kthymë rezultatin, edhe unë ato kesh i bindur që na kena më bë kampion se na e kena bë punën maksimale edhe kom di që Zoti ka më na shpërbly dhe na ja arritëm, domethënë s'kum pas frikë hiç këtë sezon që na dalëm kampion, bilim unë veç i bindën në kon që na kampioni na pas Skënderaj me çat rezultatin kur e kena kthy prej 4-1 edhe e kena fituar lojën. Edhe një fjalë nga një fjalë prej të dyve për atmosferën që e pa Rom në finale që spektakolare. Edhe tifozët edhe gjithçka. Palla trenis. Po, palla trenis. Pos shef me pos edhe hapësirë mediale edhe ndeshjet e play-offit, sidomos ndeshjet e play-off nëse është shumë e rëndësishme edhe gjatë kampionatit mu transmetu një derbi një javë për shkak se ka atmosferë dhe ka audiencë shumë të madhe futsolli. Edhe në palestën i Las Kudra është një organizim jashtëzakonshëm që jena ato e po. Atmosfera vjen shkak i punës të mirë. Atmosfera vjen shkak i kur djemt janë parket edhe ja japin hokun lujës edhe lujnë, domethënë edhe 100% edhe secili aty është pasioni për shkak që secila skuadër do më fitu, është një lojë që t'jap shumë dinamik, t'jap shumë golla, është tankuar në aksion, nuk është lojë që t'jap pa në relaks, po tankuar një jetë të minutë qyshe tash edhe apo vjen goll tash tankuar në kia të fal momentin kur ki mungzu ose ki mul. Po në pallatin e Renis, qytetarët e Skënderajt, për krahasit e Drenisa futsollit, veçanërisht shqiponjat e zeza ishin të mobilizuar në mënyrën e jashtëzakonshme. Besoj si tonë këna një farë energjie të fitores dhe një farë mobilizimi si qytet edhe krejt. Kështu që besoj që këna jap një shit mirë futsollit. Për krah tifozëve ndryshon situatën. Patjetër kjo pika e shikuesve, tifozëve i ka 2 pika domethënë që më i përmend. E para është që neve si klub na ndihmon shumë se ata janë motivim shumë i madh për neve, domethënë gjithkohë na kanë përkrah, palestrën e kena pas gjithmonë full, po kur të mendojsh tani përgjithsisht si Kosovë, futsolli i Kosovës, unë po mendoj që na i kena japë pjeshi edhe i hunë edhe futsollit përgjithësi. Shumë dashamirë të futsollit përjetojnë shumë mirë, edhe pse janë Drenicës, po përjetojnë shumë mirë, po vinë, po na këshyrin, po na përkrojnë, po shohin cilësi pa marrë parasysh, jo vetëm të Drenica, apo edhe të ekipe tjera, na këtë nivel e kena arrit të bazu të kundërshtarët, sepse edhe kundërshtarët i kena pas në nivelit shumë të lartë, edhe kjo farfryma konkuruse ka pru futsollin qit nivel, edhe po mendoj që na do të me vazhdu edhe na si Drenic, po dhe ekipe tjera, edhe syni do të me konë i fokusuar te futsolli, se na është kështu si ekip edhe si kombëtar edhe si kundërshtar tonë ka shumë cilësi të mëdha në futsal, edhe po besoj që sukseset kanë me qenë shumë të mëdha, edhe njerëz po kanë çamë po. Edhe dorën zamër me qenë sinqert, më pëlqeu edhe korreksia Prishtinës 0-1 përmes postimit ja uroi titullin e kampionit, postim veçantë
vetëm për juve. Kjo tregon për korreksim brenda Superligës Kosovës. Na futsal dhe klubet do të ndërtojmë raporte të shëndoshta. Sporti është sport, po sporti bashkon njerëz. Kështu që u polle, prom konkurrenca, rivaliteti aty janë pjesë të lojës, si mesin brenda parketit, jashtë parketit, secili do me kontribu, sidomos ngritjen e futsollit, nivelit të futsollit. Unë përmes studios përshëndes ekipin e Prishtina Zaronit, për shkak se vitet fundit ka tregu sukses të jashtëzakonshëm si nivelet e gora vendore, po dhe në gora ndërkombëtare, është ka qenë vazhdimisht pjesë e elite rand, është nivel shumë i lartë. Kështu që ka ndërtuar ekip jashtëzakonisht mirë, edhe që i ka ndihmuar edhe neve më ndërtu edhe me rrit nivelin, për shkak se dhe arritëm po një përshëndetje edhe për shkak të korrekcisë tyne, po besoj që sporti në thelb e kështu. Kulmi edhe simbolika e trofeut ke me vizitën të familja e jasharëve, që mboni përshtypje shumë. Nëse s'gaboj sot e keni vizituar apo jo? Po, sot po na, domethënë trofeun e kena quajtur e jashart, Dane mas simbolik. Ato koni do me thënë shumë të mëdha se na çdo sukses duhet me nis prej ato. Mos me qenë sakrifica e tyne, na e dim shumë mirë që s'kishëm të lirë, s'kishëm ujtë me zhvillu këto aktivitete, do me thonë na çdo sukses që e kemi, duhet me patjetër me dërgu të vendi ku ka nis gjithçka. Edhe kështu që na jem shumë krenar për atë pjesë edhe na kena më mundu gjithmonë me bë maksimumin që mi shpërbly një farforme, se ata kanë sakrifikuar shumë ma shumë se që bojnë ana. Fat shtesën këtë rast trajner për Drenicën, që ka mundësinë e ka familjen jashari afër. Po urojmë, po shpresojmë që me sport, me punë të mira, me përfaqësim sa më dinjitos përmes sportit, kulturës, me arrit sa do pak punën dhe sakrificën dhe lavdin që e kanë bë, familja jashari, gjithë ronë dëshmurt për këtë vend, rinia dhe brezi jonë, pakten me u mundu përmes sportit, kulturës edhe forma tjera me i shpërbi, po edhe me i falenderu. Edhe kur jemi tash ka fundi, cilat janë planifikimet në vazhdim? Tash besoj edhe pjesëmarrja në garat evropiane është një prej synimeve përpos përgatitjeve tash për Superligë e për gjithçka. Gara ndërkombëtare Champions League a futsallit, UEFA Futsal Champions League fillon tash ndodha në fund të gushtit, tash në muajin korrekt vendoset edhe hodhja e shortit. Drenica besoj që edhe festës ja japum hakun, po edhe punës. Tash duhemi me fillu me u fokusu në organizim edhe me punë për më bë gati për gara ndërkombëtare. Synimi është i qartë, ngritja sa më larg edhe ekipit, edhe qytetit, po edhe futsallit tonë në gara ndërkombëtare, sidomos pjesë e ranglistes edhe synimit e elite rand që është si objektiv. Besoj viti juni por është, po besoj dhe shpresoj që ka me koni veti jashtëzakonshëm edhe në gara ndërkombëtare, që të e nisë për çka kena ndërtu, ku kena orë dhe çka synojmë, nuk dishoj të kjo pjesë. Drenica në garat e Champions League-s, a ka drejt me zhvillu ndeshjet në Skënderaj? Përpjekja është për me Sa shumë element të rëndësishëm me pas në vendin e ju. Shumë element të rëndësishëm edhe konë edhe objektivi projektit, me thonë kështu, për shkak se e rëndësishëm në konë që me arrit si qytet me pru ligën e kampionëve në Skënderaj me orë dhe ekipe të huaja, edhe me një farfryme pak mënyrëshe sportive, nashta nëse ajo jo një farfryme javore sportive, sos gota ja. Pjesa grupe meritojnë ata njerëz meritojnë qyteti padyshim. Kryesia është e bë punën për me arrit me organizu gorat në Skënderaj, ende nuk kena diçka zyrtare, po përpjekja shumë e madhe që klubi i Drenica futsallit me fitu të drejten për me organizu gorën e Champions League-s. Ora që kompletohet, kisha pas qef me pas Drenica organizimin Skënderaj se e meriton qyteti, e meriton tifos, e meriton klubi. I shkon jashtëzakonshme. Me një atmosferë në Champions League. Të nis për krojen edhe për Ligën e Kampionëve edhe për krojen në palestra, i shkon jashtëzakonshme për me një atë atmosferë. Se udhëtimet krijojnë të lashë. Çdo që bëhet është, për shembull, edhe nëse zhvillohen ndeshjet në Prishtinë, është tjetër atmosferë në krahasim me çush është bërë në Skënderaj. Po mendoj që për Kosovë nuk e kem problem. Në asnjë qytet e rëndësishëm është Skënderaj me shku, me organizu për shkak se ai qytet e meriton. Po tash tek këto pjesë teknike se çfarë duhet me plotësu, ato janë pjesë tjera që merren pjesa e infrastrukturës, po përpjekjen te kjo pjesa administrative, klubi të bëjë punën e vet, jashtëzakonisht është të punu me ritëm që me arrit me fitu drejtën me përfaqësuar. Dar Champions League,
fantastike. Pjesëmarrja në Champions League është një prej garave më të rëndësishme. Çdo lojtar ka besoj ëndër atë pjesë na një farfur me kena arrit suksesin, po tash do të punë shumë e madhe për me mbrojt suksesin, domethënë edhe mu shpall kampion përsëri, po edhe me kallëzu veten sa më mirë në Champions League. Besoj që klubi ka me bënë një punë shumë të madhe në drejtim. Sa i përket organizimit na kena qef, domethënë mu organizu në Skënderaj sepse po dihet i përmenëm gjitha sakrificat, e përmenëm edhe vlerën e qytetit që e ka si në aspektin historik edhe domethënë edhe për njerëz që po na dojnë e po na përkrojnë, po sa i përket tifozëve besoj na e dëshmuar në Prishtinë që nuk është fort probleme mush palestrën, e tëra ke Kuqeze, çështë kanë më qenë besoj edhe vitin e arshëm për Champions League po flas, është thelbësore me arrit me marr me domethënë me pru rundin e Kosovë. Pjesa se e vendosëm në Skënderaj apo në Prishtinë është shumë më mirë në Skënderaj patjetër, po edhe në Prishtinë edhe në Prishtinë ban sepse ato na përkrojnë gjithë Kosovën. Po, absolutisht. Nuk është problem. Se janë gara ndërkombëtare. Normal. Përfaqësohet edhe shteti. Shteti. Saktë. Shteti. Unë ju falenderoj të dyve për kohën që keni ndarë, se ju ka rënë me orë deri ka, po kom pas shumë qef me ju pas fizikisht për me edhe dëgjues rrëfimin e Drenicës edhe suksesin historik. Sa të jem të falenderimet, e kisha lut kapitenin me mundësi. Po. Me dëshirë të madhe nga klubi Drenica Futsal, institucioni Dogaxhini, është një dhuratë simbolike po shumë e rëndësishme për shtetin tonë. Faleminderit Është shumë. një doks që kisha pas qef edhe me hop edhe me po. Luksi është në simbolik që vavion e ty edhe te edhe Për një arsye shumë të rëndësishme. Drenica, nderi i Dardanis. Slogani që na ka përcjell prej organizimit deri tani se na këtu titullin është slogani që na ka përcjell tankun Drenic. Slogan Drenic, nderi i Dardanis. Halal. Radio Televizioni Dogaxhini ka qenë një prej mediumeve të para, të cilat na ka jap hapësirën mediale dhe të projektit tonë deri te trofeu. Në atë kohë ka qenë kolegu Dardani. Me shumë respekt e përshëndes Dardanin. Unë ju falenderoj shumë. Faleminderit edhe për këtë që ka shumë vlerë, edhe ka shumë rëndësi, edhe juve ju uroj sukses, sidomos në Champions League. Uroj që i arrini të i kaloni objektiva që i keni vendosur si klub. Faleminderit edhe për teja. Pasi është edhe përvojë e re. Faleminderit edhe për teja, po ashtu e shfrytëzoj rastin me bënë një thirrje që me qenë fokusi medial ma i fokusun të futsalli, sepse ka cilësi edhe ka arritjen futsal, besoj që edhe ju keni qa me transmitu dhe keni qa me... Shumë e vërtet. Urej ta bëjmë krenor qytetin, Kosovën, nga ora ndërkombëtare. Faleminderit juve për hapësirën, ishte kënaqësi.